Davet e ti për me në fjallon da is. Me muzës, ma zmatin në shpishti, ti ma shlojdu. Në migat që me fjallin të gjithë në fakt. Përndej dhe në mështë për pridje, nuk of kera pari. Kemi bashkë, por sot me të vërtetat një ditë të shajt, ose të vëzgjetori pavarësisë Kosovës. Kysh është të shajt, është të dhemshme, se pikërisht ata që kanë shpallë pavarësinë e Kosovës, që janë përballë padrejtësisë, për ka thënë kupton qysh dillemën ashtu besoj. Ka qenë padrejtësi e cila presin sa më shpejt me marrë këpunin e vërtet dhe që pavajësia në krimit hyjnë në Kosovë. Kush do që ka përcjellë që në pak këtë proces, i kini pa akuzat, po të këshin pas të rojnë. Të milla Trocën, Dovakia i shkolli ullën bankën e të akuzumit, ose atë një asharë, nëse Shkëmzenin, e Ljohanin, e Kudionin, e rejt tjerë që i kemi pa numër, kështu që aty u pa që gjithë shka ka drejtësi s'ka. E kjo pjesëmarrje e qytetarëve sot, unë e këmë thonë protest kombëtar është, e kombi shqiptar e ka dëshmuar se ata me të vërtet në emën popullit shqiptar janë pa fajshëm. E zë vërtet tjetër nuk është në emën kombit shqiptar, po është në emën të armiqve të kombit shqiptar.